Hello njerëz! Mirë se vini përsëri në kanalin tim në YouTube dhe mirë se erdhët në një video, në një vlog tjetër. Nuk po I kërkoj më falje sepse e di shumë mirë se ju kam kërku falje 100 miliard herë, se unë hedh një video pastaj zhdukëm, kështu që s'po ju kërkoj më falje për këtë mungesën time këtu në YouTube, sepse me sa duket është diçka që unë bëj gjithmonë. Por që s'ka kuptimin ju kërkoj gjithmonë falje, nëse e përsëris gjithmonë gabimin. Por që ja ku jemi sot në një vlog tjetër, sot është data 24 dhjetor, është dita e parë e pushimeve dimërore që kam, dhe dita e parë pa alarm në mëngjes, dhe thashë të filmoj ditën. Duke qenë se edhe për pak ditë do nisem për Shqipëri, dhe më shumë mundësi ky video do hedhet nesër, domethënë nesër s'është data 25. Domethënë do jetë një video pak më I shkurtër, por në të njëjtin kohë pak më I shpejt. Tani do bëm gati për ditën, sepse më shumë mundësi do dalë mas pak, duke qenë se duhet më bëj disa gjëra të fundit parë se më ik në Shqipëri. Edhe sot duke qenë se është data 24, edhe është vigjilja, shumë gjëra, shumë dyqana mbyllën pak më herët, kështu që duhet me mi kry do punë, si më pëlqen me fol ka herë kështu si kosovarshe. Më pëlqen shumë mi kry do punë. Dhe kaq. Pastaj do zbres edhe valigjen, se valigjen e kam këtu majt dollapit, raftit, dhe duhet ta ul që të shikoj pak a shumë se sa rroba mund të marr me vete, se si më organizoj çdo gjë. Se sa më parë organizoj, sa më mirë është, se ndoshta më duhet të laj diçka. Okej, drita është e keqe, po unë po bëhem gati. U lava, u shplava, u shazhullin, si që themin në Shqipëri, dhe kam vesh një outfit se është pak I çuditshëm, sepse që u kam lyer flokët, ju ndoshta këtu nuk e dini, po kam erësuar flokët. Nuk janë të zeza, por janë një kafe shumë të errët, dhe që kur I kam lyer kam vesh vetëm ngjyra të errta, si vishnje, gri dhe të zeza, dhe thash të ndryshojmë pak një diçka sot. Dhe kaq, po bëjmë gati të bëj ato gjërat e fundit, duke qenë se sot është data 24, nesër janë festat dhe mbyllet edhe sot çdo gjë pak më herët dhe kaq. Edhe normal që po bjen shi, por për fat të mirë kam lënë makinën këtu ngjit. Vetë se nuk ishte zgjedhje duhur me vendos lip glossin, se me këtë erë po më gjitën flogët kudo. Erdhëm këtu te qendra jon tregtare, mu shlagi qik byqa, se e fshiva pak te makina pa dashje, dhe jam edhe me të bardha, nejse. Nuk di, kam qef të kërkoj disa veshje, një diçka, sepse kam qef të marrë një diçka të re për kur t'i në Shqipëri. Konsumizmi dhe unë jemi të njëjtin gjë. Jemi të HM-ja, s'është dyqani fundi që po shikoj. Këtu gojtë unë s'ka Zara, as Mango, as të dyqana që unë zakonisht, ku unë zakonisht blej. Dhe mina pak të Stradivarius, pak të Pull&Bear, po s'kisha si gjë, dhe kam një fund këtu në dorë që është mushine. Po do a përvoj se më duket edhe talja e vogël, por them ndoshta se përdor fare, kështu që se di. Ky H&M, HM-ja, ka disa gjëra të bukura online, por sa kur vjen këtu në dyqan, ose kur I përshtet online të vinë të shtëpia, ka një zgjidhësi aq shumë të keqe. Thua, janë këta apo s'janë këta? Normal që më bjen një vogël. Normal. Mu mush menja, është kamera pak e piset, po mu mush menja dhe tani do ikim çik larg nga ku jetoj unë, nëse është një outlet, ku kam pas marrë disa fustane për dasma unë, dhe të shohim nëse ka një diçka të hajrit atje. Sa po arrita o njerëz dhe me zi e kam arrit. Them me zi e kam arrit se po binte shi, e kishte edhe kështu si trafik edhe njerëzit hecin avash, edhe unë, se kishte shumë frikë se janë kështu, nuk është autostradë me pak fjalë. Dhe ja ku jemi. Opa, shifni sa ngjyra të bukura, por që unë po kërkoja një fustan të shkurtër. Këto janë fustana të shkurtra, por me duke një qikë si ngjyra jo, se di, më pëlqejnë, por jo për tani. Okej, unë erdha përsëri në Cremona, dhe sa ma rova punë te solariumi. Më duket se s'pas kam një makinën të para, nejse. Dhe padashe. Dhe ma rova punë te solariumi, e di shumë mirë se nuk bën mirë, po unë kam akne në këtë moment të dimrit që shohim diell dhe më bën pak mirë. Dhe tani do iki të marr funin që kam çu me ngushtu pak dhe do iki në shtëpi direkt. Ma besoj ato njerëz. Është myll. Është myll, po ta çu te një dyqan kinezi për ta rregulluar dhe është myll ai dyqani tani.
Inshallah hapet premten të mëngjes sepse unë desha më e morë, më vjen për të qajt, sinqerisht, sepse nuk kam outfite për shembull për të dalë apo ku di gjë, unë do thonë jo, Sonila, ç'a hallesh paske ti, po prap nuk bëna gati dhe pak të dalim dhe kjo është outfiti fantastik nga Saudeza, normal. Është shumë cute. Okej, njerëz, unë tani jam poshtë shtëpisë. Vlla iku me lo makinën e përku makinën, por që nuk mund të filmoja shumë, duke qenë se kishim shumë njerëz tjerë aty, sidomos njerëz të familjes, dhe nuk kanë qef me dalë për pak fjalë, por që ja kalu me vërtet shumë mirë, tani është ora 12 e natës, kështu që nuk ka se jemi edhe shumë vonë dhe mund të bëj gjanat e mia vashavar se duhet me vendos edhe disa rroba që të marr me vete. Tani kjo është pamja ime pa make-up edhe sabona skincare dhe gati për gjumë pothuajse. Nesër do jetë një ditë shumë e gjatë sepse më duhet të zbën që të përgatis valixhen. Dhe me thonë të bëj ato gjëra që unë sot nuk kam bë, se kisha plan të bë, po nuk bëna dot. Dhe kaq, shpresoj me vërtet se ai veni, ai dyqan nuk kam çu me rregullu fonin të jetë hapur. Nuk është puna a është rregullu apo s'është rregullu. Është puna se s'mund ta marr fare me vete, edhe kjo gjë më pengon shumë. Sepse kishte ndërmend një outfit super të bukur me ata, po nejse. Po kam besim që do rregullohet kjo punë. Gjithsesi tani natën e mirë njerëz. Ciao, shihemi nesër. Mirëmëngjesi, jam unë përsëri këtu te dhoma ime sepse jam zgjuar sot mjes dhe kam ul valixhen nga rafte sipër, kështu që e kam ul dhe e kam hap dhe po e rregulloj. Po i them thjesht se këtu është sikur ka plas bombë. Këtu jam unë që po rregulloj. Nuk është valixhe definitive, dhe më thonë thjesht po shti gjanat dhe pastaj do i provoj dhe do shikoj cilën do marr, cilën do lej. Edhe këtu wow. Ju them të drejtën, unë gjithmonë kam një problem kur bëj valixhet. Problemi im është pesha, sepse unë nuk është se kam problemin të veni, se sa ven ka valixha, a zen të gjitha apo jo, se i zen. Problemi është pesha, sepse edhe nëse valixha është pothuajse gjys bosh, problemi është se kam atë 3 cm çantën me këtë produktet për skincare, për trupin, edhe saknianita, se kur marr valixhen edhe ikën në Shqipëri, marr ato të mëdhajat, se pastaj lejet edhe i kam, domethënë kur do që të kthehem pastaj i kam atje dhe nuk ka nevojë që ti marr gjithmonë kur nisem vetëm me çantën e dorës. Logjika ime. Jemi pra këtu, mas disa orësh mendoj që valixha është gati. Nuk është se kam provu outfitet, ju them të drejtën, nuk është se i kam provu, ama mendoj që mund na dalin diçka të hajrit. Ja si duket valixha ime. Kemi gjithë ato budalliqa dhe si gjithmonë, këtu kam edhe çantën e dorës, se është mbaru dhe më thonë nuk do shtoja si gjë tjetër. Si gjithmonë, disa gjëra pastaj kur të kthehem do i lej atje. Për shembull, kam marrë një palltë të zezë që është super e gjatë. Kështu që bëhen 2 palltë të zeza që kam me vete. Kam atë që është më e trash nga Zara, që do maj vesh, dhe kam edhe një tjetër super të gjatë, që është shumë e lehtë, okay? Ato do e loj në Shqipëri sepse nuk është se më duhet edhe këtu, ju them të drejtën. Është shumë cute saknianita, por ndoshta ta lej atje më mirë se s'kam se më mor knej. Tani erdhi dhe momenti për të larë këto fushat se janë bo iu. Edhe ja ku jemi përsëri këtu, unë sapo jam la, se mu desh se të bëm para se më flet gjumë, se nuk më zinte gjumi në atë zhurë, ju them të drejtën, se sot duke marrë gjithë ditën me fustanet, me rrobat, me përgjithësi. Nuk e di, është bërë shumë rëmuj këtej dhe kam shumë inat. Kështu që u lava, edhe në fakt hoq edhe mustaqet edhe u pastrova pak. Dhe kaq, nuk jam pa gjohë, thjesht kam pishirin dhe kaq njerëz. Tani do bëj skincare, do editoj këtë video, do e programoj që ta shihni me datën 26 në darkë dhe kaq. Peshova dhe valixhen unë. Më tha mami, Sonila, peshoje sa monte se ta dish, a je në rregull apo jo, se unë gjithmonë e peshoj në momente fundit para se me dal në shtëpi dhe kur pastaj e tepër me kilet, më duhet se s'bën që të liroj kilet, ti rregulloj ato gjonat edhe bëhem shumë e nerva. Kështu që ngjova këshillën e mamit, e peshova të kishte diku tek 1 kile tepër
2 do mundohem të rregulloj. Dhe kaq, si thash, do bëj skincare, do përgatis disa video për do ditë këtë video dhe do përgatis edhe disa video tjerë për TikTokun, duke qenë se do iki nesër dhe t'i kem me pak fjalë dhe kaq. Jo po shumë. Dhe faleminderit që keni pak këtë video. Dhe shifemi në videon e radhës. Se nuk u di kur të jetë, por shifemi në videon e radhës. Mirë më gjesi për sëris, është data 26, unë sot do nisem për Shqipëri dhe thjesht e di shumë mirë se ju thash shifimi në blogun tjetër edhe poshtoj këtë pjesë në fund, por valigja ime është 20 kg fix. Kjo është e gjitha, tani o njerëz, unë ju puth shumë, faleminderit prapë që keni pa video dhe shifimi në videon e radhës.